sot po përmbyllim një ndër objektivat kryesore të planit zhvillimor të Forcës së Sigurisë së Kosovës, atë të certifikimit dhe validimit të gjitha kapaciteteve të këmbësërisë, pra regjimenteve të këmbësërisë të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pra me këtë ushtrim, ne po përmbyllim një fazë dhe po kalojmë në një fazë tjetër, për cilën vetëm i kemi marrë masat dhe jemi duke u përgatitur për ta finalizuar. Me këtë rast, falenderoj dhe përgëzoj komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjeneral Jasharin, për punën e jashtëzakonshme dhe angazhimin e pashembull për të arritur objektivat pavarësisht sfidave edhe vështirësive që kemi pasur gjatë këtyre viteve. Me këtë pra, ne po përmbyllim një fazë dhe po kalojmë në një fazë tjetër dhe dytë bashkë jemi falënderues për gjithë ushtarakët e Forcës së Sigurisë së Kosovës për angazhimin e paepur në arritjen e objektivave për sistemin tonë të mbrojtjes. Me këtë rast gjithashtu falenderojmë edhe ekipet nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë qenë vazhdimisht krah zhvillimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, edhe në këtë ushtrim, pra edhe këtë ditë kur kemi ditën e vizitorëve të shquar, ata janë pjesë e organizimit dhe pjesë e bashkëpunimit dhe vlerësimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Investimet e qeverisë në mbrojtje, në armatim, personel, trajnim dhe infrastrukturë janë një mbështetje shtesë për kapacitetet e Forcës së Sigurisë së Kosovës në arritjen e objektivave që kemi përpara. Prandaj, gëzuar komandant dhe të gjithë pjesëtarët të Forcës së Sigurisë së Kosovës për këtë arritje të jashtëzakonshme. Faleminderit.